Përshëndetje, mirë se vini në një podcast tjetër ose një episod tjetër të radhës tu në Shkollën e Jetës. Jam themeluesja e Shkollës së Jetës, Elona Lopari, dhe ndihmoj individët që të realizojnë psikologjinë e tyre, por edhe më rëndësishme të realizojnë në karrierë ose në biznes. Atëherë sot zgjodha një temë që mendoj që është, domethënë, diçka që po përsëritet edhe në jetën time, le të themi, dhe në punën që unë bëj çdo ditë, është rizbulimi ose zbulimi i aftësive të reja ose le të themi të rreqeve të reja që ne mund të kemi, mbasi nuk dua t'i quaj talente, se talente mund të jetë një fjalë shumë e madhe, por le të themi disa gjëra që ju pëlqejnë, që kanë të bëjnë me aftësitë tuaja origjinale, autentike. Mendoj që të gjithë mund jemi dakord që ne si njerëz gjithmonë zbulojmë çdo ditë që kemi aftësi të reja, jo ato që kemi zbuluar, po aftësi të reja që i mësojmë gjatë eksperiencës tonë të shkollës së jetës, gjatë eksperiencës së uljeve, të ngritjeve, gjatë hapave që ndërmarrim, gjatë mendimeve që marrim në jetë, mësojmë që kemi, domethënë, aftësi që ne nuk i dinim brenda nesh. Dhe në këtë episod doja të flisja se si të tre hapa, unë mendoj shumë praktik, që ne mund të ndjekim në mënyrë që jo vetëm të zgjojmë këto aftësi të reja që mund të na jenë duke u shfaqur, por edhe të dimë si t'i aplikojmë për të mirën, mirëqenien tonë, familjes, shoqërisë, gjithë në radhë, sepse u mendoj që detyra e shtëpisë numër 1 është t'i zbulojmë dhe detyra e shtëpisë numër 2 është që t'i vendosim në përdorim të dikujt tjetër, sepse ndryshe shkojnë kohët. Dhe gjithë ky qëllimi që ne kemi për të qenë këtu në tokë, dhe qëllimi ose misioni ose thirrjet e brendshme, nëse nuk aplikohen, atëherë vdesin me ne. Dhe kjo do ishte një gjë që do mbitte shumë keq për të gjithë, sepse jo vetëm që jeta është gjëja më e bukur që ne kemi, kur ne operojmë me këto aftësi që na e ka dhënë dhunti natyrale, natyra, universi, këtë doni ju të besoni, por edhe patjetër shërbimi që mund të bëjmë te dikush tjetër, dhe kënaqësia e realizimit që ne ndjejmë kur i vëmë këto në përdorim, sepse si njerëz neve kemi natyrën njerëzore ose nevojën primare natyrale që të jemi të dobishëm. Ne duam të jemi të dobishëm dhe këtu lidhet edhe qëllimi, le të themi, që mbase mund të jemi shumë duke dëgjuar këto kohë të fundit, për qëllimin e madh të jetës, që ne kemi lidhur me një qëllim, kemi lidhur me një mision, nuk kemi ardhur këtu kot, sepse ndryshe jemi, le të themi, shpirtra ose njerëz që vetëm vinë këtu dhe çfarë bëjmë, domethënë duhet të ketë një lloj harte ose një lloj projektimi, arrugtimi që ne ndjekim, se ndryshe si do të kishte kuptim që ca njerëz për shembull kanë një talent caktuar, ca njerëz ndjek një rrugë caktuar, ca njerëz kanë prirje caktuara. Kjo duhet të ketë një shpjegim, sepse ndryshe, siç thash, operojmë pa vetëdijshmëri dhe i marrim gjërat të mëqyena, pa bërë ato pyetjet e thella për veten tonë, dhe patjetër kurioziteti jon si njerëz nuk ushqehet. Dhe neve si njerëz duam të ushqejmë kreativitetin dhe kuriozitetin tonë, sepse gjithë jeta është një, le të themi, rrugtim zbulimi i vetes tonë. Dhe këtu doja të filloja me hapin e parë. Siç thash, detyra e shtëpisë numër 1 është të zgjohemi në aftësi të reja që ne mund kemi, dhe shumë nga ne këto aftësi i kemi zbuluar duke vepruar, duke marrë iniciativa të reja, duke hedhur hapa të rinj në jetën tonë, duke takuar me njerëz të rinj, pak a shumë kështu ne fillojmë e zbulojmë veten tonë, por mund të keni dhe mbase praktika që ju bëni me veten tuaj, ku ju dëgjoni veten tuaj të brendshme, brendësinë e zërit tuaj, merrni me këtë thesarin që unë them që ne kemi brenda nesh, dhe mund të keni praktika të ndryshme që me vite i keni aplikuar, dhe kjo është një kanal tjetër që patjetër është i rëndësishëm që ju të filloni të kuptoni se cilat janë disa nga aftësitë të tjera që ju mund të keni, përveç atyre që keni zbuluar, patjetër. Ato që janë zbuluar, dhe shpresoj të jeni duke i përdoruar ose duke i vënë në përdorim. Por unë po them për të reja, sepse sidomos kur vjen puna për biznes ose bota e biznesit ose sipërmarrja, sot ka evoluar çdo gjë. Klienti e ndjen dhe e nuhat kur një sipërmarrës nuk vjen nga qëllimi i pastër,
Dhe kur një sipërmarrës, le të themi, nuk është origjinal, nuk është vetvetja, mund të jetë skuadra juaj, mund të jeni ju, nuk ka rëndësi, sepse pas emrit tuaj patjetër që ju keni edhe njerëzit që punojnë me ju. Klienti sot është bërë më i rafinuar, informacioni është kudo dhe njerëzit janë shumë të zgjuar dhe janë tërkohën duke me intuitën e tyre duke vendosur nëse duhet ta besojë unë Elonën apo jo. A është ajo që ajo thotë gjë e vërtet, apo është ajo që çfarë ajo po më thotë në mënyrë që të më shes ose të më manipuloj, ose ku diun çfarë mund të jenë qëllimet e malinje negative, sepse unë asnjëherë nuk operoj në ato dhe shpeshherë edhe gjuhën nuk di ta flas, sepse kam vite që merrem vetëm me anën e dritës dhe dua gjithmonë qëllimet të jenë pozitive dhe nëse kam diçka që vjen nga pjesa negative, mundohem që ta menaxhoj. Për atë që unë kap në vetëshmëri, normalisht se shumë gjëra mund të mos i kapim ose t'i kuptojmë, sepse mund të jenë mund të jemi pa vetdije, sepse njerëz jemi. Por ato që unë i di, patjetër mundohem gjithmonë t'i kap. Kështu që bota sot e biznesit kërkon autenticitet, kërkon originalitet. Mendoj kjo është fjala e dur shqip. Kështu që ti si sipërmarrës ose si individ sa më shumë i zbulon këto, aq më shumë pastaj merr hapin tjetër që është hapin tjetër inspirues, që ti të fillosh të veprosh me veprime inspiruese ose veprime që të inspirojnë ose të frymëzojnë për ta çuar këtë gjë që more që qartësove një hap tjetër më tej. Dhe patjetër, si çdo gjë tjetër, është një rrugtim dhe është një proces që ndodh. Dhe nga një hapet tjetri, nga një tjetër hapet një tjetër, nga një tjetër hapet një tjetër, është një lloj maze quhet në anglisht. Do me thënë korridor që ka shumë hyrje dalje dhe gjithmonë është një gjë e madhe që ne patjetër jemi duke naviguar, sepse kjo është shkolla e jetës, asnjë nuk ka siguri dhe çdo ditë është një le të themi përpjekje për të zbuluar gjëra të reja nga vetja dhe nga njerëzit që na rrethojnë, nga projektet që neve angazhohemi. Kështu që unë mendoj që hapi radhës, të paktën çfarë unë kam ndjekur, është gjithmonë që të marrim atë veprimin e inspirues që na vjen përpara, dhe mund të na vinë në disa forma në fakt, sepse të gjithë i kemi dhuntit dhe aftësitë në forma të ndryshme. Për ca njerëz dëgjon një zë tëndin ose dikush tjetër që të thotë veshi një zog të vogël që bëj këtë, ai është zëri juaj intuitës. Dikush tjetër mund të ketë vizion dhe mund ta shohë gjën para se të ndodhi. Dikush tjetër mund të ketë feeling, ndjenja dhe fillon edhe mbushet trupi me kokriqa, si themi ne. Dhe fillon ndjenja, sensacioni kur diçka është duke ngjitur me ju, sepse ka pjesë është aftësia juaj, është dhuntia juaj, por edhe është e vërteta juaj. Kjo është gjëja më e rëndësishme, është e vërteta juaj, për ju është e vërtetë. Dhe këtë duhet që vërtet të keni kujdes dhe gjithmonë ta vëreni ku shkon vërtetësia dhe ju ngjit ju, ajo është e vërteta juaj. Dhe kjo duhet ndjekur, sepse ka vetëm një të vërtetë. Dhe kjo është absolute. Gjërat e tjera mund të ndryshojnë, por vërteta juaj, ju e dini se shpirti juaj e di kush është vërteta për ju. Kështu që ndiqeni këtë me shumë disiplinë. Dhe mendoj që do dilni pasaj tek pjesa tjetër ku mund të keni një kanal që ju dëgjoni zërin tuaj të brendshëm. Edhe e fundit mund të jetë menuhatje. Shumë njerëz kanë smell që mund të jetë më zhvilluar se dikush tjetër. Do të thënë e nuhasin gjën edhe e bëjnë sepse e kuptojnë. Do të thënë këto patjetër janë shqisat tona dhe intuita na vjen në një nga këto forma. Mund të zhvillojmë të gjitha, patjetër, po ja kjo është puna që ne bëjmë çdo ditë duke u munduar që të vendosim këtë gjëzën në rangun e duhur, pak nga pak. Dhe pjesa e fundit, le të themi, pjesa e tretë është që të kemi një mënyrë si të lidhemi me brendësinë tonë, mund ta quani shpirti juaj, mund ta quani me veten tuaj, të rrini me veten tuaj, të rrini në qetësi, qetësia është gjëja më e fuqishme që kemi. Sepse në qetësi ti merr informacionet e duhura dhe merr mesazhet e duhura që do duan. Nëse nuk jemi në qetësi, ne gjithë e dim sa hektike është jeta sot, sa zhurmë ka, sa çpërqendrim ka. Kështu që duke pas një lloj metode që ju e bëni këtë,
nuk do ta them në meditimin se kam thënë 1 milion herë, por dikush mediton, dikush ecën në natyrë, dikush flet me një shoqe, dikush flet me një profesionist, dikush tjetër mund të dëgjojë muzikë, dikush tjetër mund të bëjë yoga, domethënë dëgjoj, kanalet janë nga më të ndryshmet. Unë nuk jam këtu për të thënë që kjo është gjëja më e mirë për ju, sepse ju do ta kuptoni vetë se cili është kanali që ju lidh ju me brendësinë tuaj. Dhe nga këtu vijnë, le të themi, informacionet më të vlefshme në këtë jetë fizike që ne kemi, sepse në bazë të këtyre informacioneve ti fillon të zgjohesh edhe me mundësitë që ke. Pika e fundit është për ne që nuk besojmë që ne kemi aftësi. Dhe gjithmonë kur zgjohemi te një aftësi dhe ne kuptojmë të vetja jonë, natyra e njeriut është gjithmonë mosbesuese dhe mendojnë që më 1 minutë nuk di si ta bëj këtë me të tjerët. Doja t'ju jep një siguri shumë të rëndësishme që e kam kuptuar shumë kohë, që nëse ju vjen kjo aftësi ose dhunti, do thotë që jeton brenda jush, se ndryshe nuk do të kishte ardhur ju. Që do thotë që ju e keni aftësinë normalisht për ta praktikuar edhe përmirësuar, por e keni aftësinë për ta përdorur, për ta vënë në përdorim. Edhe vetëm ju e keni atë aftësi. Kështu që për gjithë ju që mendojnë që nuk mund ta bëj këtë gjë, janë gjithë limitet e mendjes, ajo është një punë tjetër që bëhet me trurin, por që unë e bëj me shumë dashuri me klientët e mi, por nëse u zgjua tek ju, do thotë që ju jeni mjaftueshëm dhe mund ta bëni shumë mirë mjaftueshëm atë gjë. Kështu që për të doja një pauzë, sepse kjo është gjë më e rëndësishme që mendojnë bllokon njerëzit. Të lidhjes me qëllimin e tyre të jetës, të lidhjes me misionin e tyre, të lidhjes me thirrjeve të tyre të brendshme. Sepse do ta përmbyll me këtë gjë. Kemi ardhur këtu për një arsye. Nuk mund vetëm të ham një cop bukë, edhe të flem gjumë, e të shkojmë si robot në punë. Nëse kë është kaq qeta, atëherë mendoj që është vërtet sad që e kemi këtë lloj jete. Kështu që e ndryshojmë vetë, kemi çdo gjë në dorë, kemi informacionet e duhura, kemi njerëzit e dur. Unë mendoj që sot vetëm nëse nuk do mbyll syt, futesh shkon në një gur diku dhe nuk do të merresh me asgjë. Por nëse do të evoluosh, të bëhesh i dobishëm, të jesh i realizuar, të kesh suksesin që jo sukses që është për kufizuar nga tjerët, por suksesin që për kufizon ti. Nëse do të mësosh çdo ditë më shumë për veten, për hapësitë tua, nëse do të ndihesh i fuqishëm, e fuqishme, si luan, si luanesh, patjetër ky është procesi për të bërë, për të become, sepse kur ne bëhemi, atëherë edhe mund të kemi. Dhe fillojmë të rrheqim oportunitetet e duhura, material, le të themi bollokun material, bollokun dashurisë që është gjë e rëndësishme. Gjithë ato fushat e jetës që ne punojmë kaq fort për t'i pasur në realizim dhe për të pasur sukses në to. Unë i falenderoj shumë që ndiqni podcastin e Shkollës së Jetës, mos harroni ta ndani, bëni subscribe, por dhe lini një review për njerëz të tjerë që kanë nevojë ta dëgjojnë këtë mesazh sot. Faleminderit, do shihemi në episodin e radhës.